Një burr u kthye në fshatin e tij pas 30 vite shmërgim. Në përdritaret e shtëpive s'shihej askush. Vetëm era, shiu dhe kujtimet e prisnin. Në duar mbante një valixhe të vjetër, ajo që kishte marrë ditën kur ishte larguar. Tani, më shumë se një njeri që kthehej, ai dukej si një kujtim që po gjente rrugën mbrapsht. Kur arriti te porta e shtëpisë së tij, u ndal. Dru i kalbur, muret me lagështi, por ende një ndjesi ngrohtësie, sikur dikush e priste brenda. Ai shtyu derën ngadalë. Në mur, një fotografi e vjetër familjare. Në xham, një pikë uji që rëshiste ngadalë mbi fytyrën e fëmijës në foto. Vet ai, dikur. Ai buzëqeshi lehtë dhe përshpëriti. Edhe shiu më njihka ende. Pastaj u ul në dysheme. Hapi valixhen. Brenda kishte pak rër, disa letra, dhe një gur të vogël që e kishte marrë nga kopshti përpara se të largohej. E vuri gurin në dritare, aty ku rrithte uji i shiut. Asgjë s'ka ndryshuar veç meje, tha me zë të ulët. Në atë çast, një dritë e zbetë ra mbi murin e lagur. Përmes shiut, doli një ylber i vogël mbi fshat. Dhe për herë të parë pas shumë dekadash, ai ndjeu se shtëpia po merrte frymësërish. U ngrit, preku murin dhe tha: "S'ka rëndësi sa vite kalojnë disa vende s'të harrojnë kur." Zëri i shiut mbushi oborrin. Burri qëndroi në mes të rrugës, me fytyrën drejt qiellit dhe përshpëriti. Disa kthime s'janë për të jetuar, janë për t'u falur.